Zjarri që u ndes në heshtje. Në shtëpinë e Big Brotherit sekretet nuk jetojnë gjallë. Muret kanë vesh, kamerat kanë durim dhe njerëzit dobësi. Limi e dinte këtë më mirë se kushto, por atë natë vendosi ta haronte. Dolce rinte ulur në cep të oborit, aty ku dritat bien më butë dhe hijet duken si vende ku mund të fshesh mëkatet. Flokët i kishte lëshuar mbi supe dhe po pinte një cigare ngadalë, sikur po e shijonte çdo sekondë lirie brenda atij kafazi luksos. Ai ju afrua pa zhurmë. Po më shmangesh gjithë ditën, i tha. Unë si shmangem askujt, u përgjigj ajo me atë buzëqeshjen që nuk kuptoi kurrë nëse ishte ftesë apo sfidë. Mes tyre kishte javë të tëra tensioni të pathënë. Publiku e quante Kimi, banorët loj, ndërsa Alba, diçka që nuk guxonte as ta mendonte. Momenti i ndaluar. Kamera e korridorit po rrotulloi ngadalë kur Limi e kapi Dolcen nga dora dhe e tërhoqi pas murit të lavanderisë. Aty ku mikrofonat kapin më pak, ku zërat përzihen me zhurmën e makinës së larjes. Je e çmendur që po më afrohesh kaq shumë, i tha ai. Edhe ti, i u përgjigj ajo dhe e pa drejt në sy. Puthja erdhi pa paralajmërim. E ëmbël, e shkurtër, por e rëndë si vendim. Dolce ia vendosi dorën në faqe. Me prit kur të dal jashtë, pëshpëriti. Se do e djegim krejt. Fjalët i rëshitën si zjarr nëpër lëkurë. Ai nuk u tërhoq. Vetëm mori frymë thellë, si njëri që sapo ka hyrë në një rrugë pa kthim. Frika pas pasionit. Kur u kthyen mes të tjerëve, gjithçka dukej njësoj, batuta, pjata që përplaseshin, zhurma e televizorit në sallon. Por asgjë nuk ishte më njësoj. Limi nuk guxonte ta shihte Albën në sy. Dolce sillej sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Por shtëpia i ndjen të vërtetat. Ato rrin pezull në ajër si parfum i fortë. Mira e vështroi Dolcen me dyshim. Je bërë shumë e qeshur sonte. Jam në qejf, ja ktheu ajo. Alba, që rrinte në divan, e ndjeu një therrje të pakuptueshme. Nuk dinte asgjë, por zemra e njeriut shpesh sheh më larg se syt. Ndërgjegjja e li. Mit. Atë natë Limi nuk fjeti. I silleshin në kokë dy fytyra, Alba me sytë e pastër dhe Dolce me buzët që ende i digjnin. Çfarë po bëj, i tha vetes. Ai kishte hyrë në Big Brother për famë, për sfidë, ndoshta edhe për t'i ikur pak lidhjes së tij të gjatë. Por nuk e kishte menduar se do të arrinte deri këtu. Dolce nuk ishte si Alba. Ishte stuhi, rrezik, aventurë. Dhe pikërisht kjo e tërhiqte. Loja brenda lojës. Ditët në vazhdim, marrëdhënia mes tyre u bë një teatër i heshtur. Para kamerave flisnin si miq, por në kuzhinë duart prekeshin rastësisht, në korridor shkëmbenin shikime që zgjasnin pak më shumë se ç'duhej. Publiku filloi të dyshonte. Rrjetet sociale u çmendën. Ka diçka mes Limit dhe Dolces, shkruanin portalet. Alba jashtë e lexonte gjithçka. Çdo titull i dukej si thikë e vogël. Përballja e parë. Një mbrëmje, gjatë një loje me pyetje, Arbeni e hodhi bombën. Limi, po të ishe single këtu brenda, këdo zgjidhje për një takim? Syt u kthyen nga Dolce. Ai qeshi. Mesazhi që e tronditi Albën. Kur Alba dëgjoi fjalët me prit jashtë se do e djegim, bota i u shem. Ajo e njihte zërin e Limit më mirë se emrin e vet. Nuk është e vërtet, përsëriste. Por ishte. Dashuria e saj po bëhej spektakël. Dolce, vajza pa frikë. Dolce nuk ishte djallë, siç e quajtën më pas. Ishte thjesht një vajzë që luante pa rregulla, sepse jeta ja kishte mësuar se kush heziton, hum. Ajo e dinte se Limi kishte dik jashtë. Por brenda shtëpisë morali lakohej si plastelin. Ne jetojmë këtu, i tha një ditë atij. Jashtë është një botë tjetër. Ai nuk e kundërshtoi. Shpërthimi. E vërteta doli në spektakël. Produksioni transmetoi pamjet e fshehta. Shtëpia u bë gjyq. Banorët u ndan në kampe. Limi u zverdh. Dolce mbajti kokën lart. Po, e putha, tha ajo. Dhe nuk pendohem. Publiku u lëriti. Emri i Albës u përmend si fantazm mbi ta. Rënja e herojt. Limi e kuptoi se kishte humbur më shumë se lojën. Kishte humbur historinë e tij.
Në dhomën e rrëfimit foli me zë të thyer. Nuk jam krenar. U mora nga momenti. Por nuk jam njëri i keq. Fjalë të dobëta përballë një puthjeje të fortë. Dolce dhe zjarri i premtuar. Ajo vazhdonte të sillej si mbretëresh e skandalit. Unë nuk i vjedh burrat, tha para kamerave. Ata vinë vetë. Por në netet e vona, edhe ajo mendonte për pasojat. Zjarri që kishte premtuar po i diqte duart. Dalja e limit. Kur erdhi dita e eliminimit, ai e dinte se publiku nuk falte. Emri i tij u lexua. Para se të dilte, Dolce ju afrua në korridorin e errët. Mos haro çfarë të thash. Ai e pa gjallë. Ndoshta disa zjarre s'duhet të ndizen kurrë. Ajo buzëqesh i hidhur. Jashtë kamerave. Alba nuk e priti me lule. As me britma. Vetëm me një pyetje. A ja vleti? Limi nuk gjeti përgjigje. Fundi pa filter. Historia e tyre u bë mësim për të gjithë banorët e ardhshëm, se Big Brotheri nuk nxjerr vetëm karakterin, por edhe errësirat. Dolce vazhdoi rrugën e saj pa pendes. Limi mbeti mes dy botëve. Alba mësoi se besimi është më i brishtë se çdo nominim. Dhe publiku e kuptoi se brenda asaj shtëpie nuk fiton më i forti, por ai që del pa e tradhtuar veten. Moment dobësie. Megjithatë, kishte net kur ajo shembej. Shkonte në tualet, fshinte mikrofonin me dorë dhe qante pa zë. Limi, nuk po mundem, pëshpëriste. Jam lodhur duke qenë gladiatore. Por pastaj i kujtoi fjalia e tij. Unë të njoh mirë ty dhe forcën tënde. Dhe ngrihej prapë. Përballja me tundimin për t'u larguar. Produksioni e thiri sërish në dhomën e rrëfimit. Apo mendon ende të dalësh? Ajo heshti gjallë. Po. Çdo ditë. Por po mësoj se ikja është zgjidhja më e lehtë. Ai më kërkoi të luftoj. Dhe unë dua të jem gruaja që ai beson se jam. Letra imagjinare për Limin. Ajo shkroi në bllokun e saj. Nëse nuk fitoj këtë lojë, dua të fitoj veten. Nëse bie, dua të bie me fytyrë nga e vërteta. Ti më dhe forcë kur unë s'kisha as zë. Faleminderit që më sheh edhe kur unë nuk e shoh veten. Shpërthimi final. Në javët e fundit loja u ashpërsua. Aleancat ran, maskat u çan. Alba u bë pasqyrë e gabimeve të tjerëve, pikërisht siç i kishte thënë Limi. Vëru në dukje gabimet, i kumbonte në kohë. Ajo e bëri, jo me urrëtie, por me qartësi. Publiku filloi ta quante zëri i shtëpisë. Dita e madhe. Në finale, kur emri i saj u përmend mes më të votuarve, Alba nuk mendoi për çmimin. Mendoi për rrugën deri aty. Për netët pa gjumë. Për lotët e fshehur. Për mesazhin e Limit. Kur u hap dera dhe ajo doli jashtë, turma bërtiti. Por sytë e saj kërkuan vetëm një njeri. Limi ishte aty. Ai e përqafoi fort dhe i pëshpëriti. E bëre kilometrin e fundit. Alba qau, por këtë herë nga lehtësimi. Pas kamerave. Më vonë, larg zhurmës, ajo i tha. Desha të dorëzohesha për ty. Unë s'të desha jashtë, iu përgjigj ai. Të desha të vërtetë. Ajo e kuptoi se dashuria nuk është të ikësh nga betejë, por të kesh ku të kthehesh pas saj. Fjala e Albës për veten. Sot, kur e pyesin për Big Brotherin, ajo thot. Nuk më ndryshoj loja. Më zhveshi. Dhe poshtë frikës gjeta një grua që di të qëndroj në këmbë. Mesazhi i Limit mbeti si betim mes tyre dëshmi. Se ndonjëherë mjafton një njeri që të kujtoj kush je. Dhe Alba eci përtej kamerave, jo si fituese e një spektakli, por si fituese e vetes. Moment dobësie. Megjithatë, kishte net kur ajo shembej. Shkonte në tualet, fshite mikrofonin me dorë dhe qante pa zë. Limi, nuk po mundem, pëshpëriste. Jam lodhur duke qenë gladiatore. Por pastaj i kujtoi fjalia e tij. Unë të njoh mirë ty dhe forcën tënde. Dhe ngrihej prapë. Përballja me tundimin për t'u larguar. Produksioni e thiri sërish në dhomën e rrëfimit. Apo mendon ende të dalësh? Ajo heshti gjallë. Po.
çdo ditë. Por po mësoj se ikja është zgjidhja më e lehtë. Ai më kërkoi të luftoj. Dhe unë dua të jem gruaja që ai beson se jam. Letra imagjinare për Limin. Ajo shkroi në bllokun e saj. Nëse nuk fitoj këtë lojë, dua të fitoj veten. Nëse bie, dua të bie me fytyrë nga e vërteta. Ti më dhe forcë kur unë s'kisha asgjë. Faleminderit që më sheh edhe kur unë nuk e shoh veten. Shpërthimi final. Në javët e fundit loja u ashpërsua. Aleancat ran, maskat u çan. Alba u bë pasqyrë e gabimeve të tjerëve, pikërisht siç I kishte thënë Limi. Vëru në dukje gabimet, I kumbonte në kohë. Ajo e bëri, jo me urrëtie, por me qartësi. Publiku filloi ta quante zëri I shtëpisë. Dita e madhe. Në finale, kur emri I saj u përmend mes më të votuarve, Alba nuk mendoi për çmimin. Mendoi për rrugën deri aty. Për netët pa gjumë. Për lotët e fshehur. Për mesazhin e Limit. Kur u hap dera dhe ajo doli jashtë, turma bërtiti. Por sytë e saj kërkuan vetëm një njeri. Limi ishte aty. Ai e përqafoi fort dhe I pëshpëriti. E bëre kilometrin e fundit. Alba qau, por këtë herë nga lehtësimi. Pas kamerave. Më vonë, larg zhurmës, ajo I tha. Desha të dorëzohesha për ty. Unë s'të desha jashtë, Iu përgjigj ai. Të desha të vërtetë. Ajo e kuptoi se dashuria nuk është të ikësh nga betejë, por të kesh ku të kthehesh pas saj. Fjala e Albës për veten. Sot, kur e pyesin për Big Brotherin, ajo thot. Nuk më ndryshoi loja. Më zhveshi. Dhe poshtë frikës gjeta një grua që di të qëndroj në këmbë. Mesazhi I Limit mbeti si betim mes tyre dëshmi. Se ndonjëherë mjafton një njeri që të kujtoj kush je. Dhe Alba eci përtej kamerave, jo si fituese e një spektakli, por si fituese e vetes.